Vlora dhe skena shqiptare janë të rënditur nga lajmi për ndarje nga jeta të humoristit dhe parodistit të njohur Mane Lumani, i cili për dekada sodhi buzëqeshje dhe momente të paharrueshme për publikun. Në omazhet e zhvilluara në teatrin Petro Marko, të pranishëm ishin të afërm, miq, kolegë dhe qytetarë që vendosën buqeta me lule dhe shprehën respektin e fundit për artistin, duke krijuar një atmosferë ngushëlluese dhe përkujtuese. Kolegët e tij u shprehen me slotësh dhe me largimin e Lumanit, humbet një nga 4 parodistët më të shquar të Vlorës, duke theksuar ndikimin e madh që pati mbi humorin lokal dhe mbi teatrin shqiptar. Jo të flas për Manën, duhet ne dimrit i gjata. Kuptohet një jetë të tërë bashkë me të ruaj kujtimet nga më të rrallat, nga më të bukurat. Kështu është fati jetë e tij. I shpreh familjes Manit gërshëllimet më të thella, më të ndjera, atë thave aferimi. U kupton të dy krah tani. Por ja që jetën do ta pranojmë kështu siç na vjen. Do thoshë vetëm preu i qetë i dashur Mane. Iku fizikisht, por do të mbetet në mendjet dhe në zemrat tona, jo vetëm si kolegë, si miq, si familjar, ai do të mbetet edhe në memorien e të gjithë spektatorit të Ardashës. Figura e Mane Lumanit do të kujtohet gjithmonë për talentin e tij, për aftësinë për të sjellë buzëqeshje dhe kontribut të madh në zhvillimin e parodisë shqiptare, duke lënë një trashëgimni të paçmuar që do të frymëzojë breza të rinj artistësh.